Armand Durmishi po tregon çdo ditë më shumë potencialin e tij të jashtëzakonshëm duke shkëlqyer me fanellën e ekipit U20 të Juventusit ku aktivizohet rregullisht edhe pse është vetëm 17 vjeçar. Lojtari i cili braktisej Sloveninë për të veshur ngjyrat kuqezi ka shkëlqyer edhe dje duke lënë shenjën e tij në çerkfinalet e Kupës së Italisë për këtë grup mosh, ku përballë kishte Interin në portën e të cilit aktivizohej që në fillim Alen Taho. Durmishi nisi ndeshjen nga stoli për t'u aktivizuar vetëm në pjesën e dytë të sfidës, të cilën ekipi i tij e kryesoi që në minutat e para. Sulmuesi nuk kishte shumë raste për shënim pasi ishin vendasit që diktuan ritmin, por në mundësinë e parë që ju shfaq në minutën e 81 nuk gaboi duke shënuar atë që ishte goli i rezultatit të përkohshëm 2-0. Skuadra e tij më pas shënoi edhe golin e tretë dhe siguroi fitoren 3-0 që e çon në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë për këtë grup mosh. Ky ishte goli i 7 për Durmishi në këtë sezon, në të cilin ka luajtur 15 ndeshje me fanellën e Juventusit U20.